Çdo 15 gusht në Kaninë zhvillohet takimi brezave, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë dhe që bashkon banorët e Kaninës kudo jetojnë dhe punojnë. Kanina, një nga zonat më të njohura historike mbi qytetin e Vlorës, solli edhe këtë 15 gusht, një mbrëmje festive për banorët dhe bijtë e saj. Një takim ku të gjithë rikthehen tek vetëlindja dhe terrenjtë e tyre, duke dëshmuar se lidhja me Kaninën mbetet e fortë ndër breza. Në një atmosferë festive në fjalën e tij, kryetari i shoqatës Kanina Besnik Bedini falenderoi të gjithë të pranishmit që pavarësisht se ku jetojnë nuk e harrojnë vendlinjen e tyre. Të nderuar të ftuar, bashkëqytetar, miq të Kaninës. Është një ndërri veçantë t'ju përshëndes në këtë festë të përvitshme që na mbledh rreth vetë vlerave, historisë dhe traditave të Kaninës sonë krenare. Kanina është më shumë se një vend banim. Ajo është një simbol i identitetit tonë kombëtar, i qendresës, i kulturës dhe i trashëgimisë së tyre që na kanë dhënë të parët tanë. Nga kjo tokë me histori të lavdishme kemi mësuar të duam vendin, të ruajmë rrënjët dhe të shohim me besim drejt së ardhmes. Në emër të shoqatës atletare kulturore Kanina, falenderoj të gjithë ata që me përkushtim dhe dashuri mbajtën gjallë frymën e bashkimit dhe krenarinë për vendlinjen tonë. Kjo festë është dëshmi se historia dhe tradita na bashkojnë sot, ashtu si do të frymëzojnë dhe brezat që do të vinë. Le ta festojmë këtë ditë me zemër të hapur, me respekt të kalurën dhe me vëllëzim së bashku të ruajmë dhe të lartësojmë emrin e Kaninës. Gëzuar festën e Kaninës. Kjo ditë një burim gëzimi, bashkimi dhe shpresë për të gjithë. Ju falenderoj të gjithëve. Ndërsa kryetari i fshatit Kaninë Bareq Sadira i vuri theksin te trashëgimia dhe rëndësia historike e zonës. Ai theksoi se takimi i brezave i zhvilluar çdo 15 gusht. Është një traditë e konsoliduar që do të vijë dhe do të përcjellet edhe brezave të ardhshëm. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në Kaninë. Të nderuar pjesëmarrës. Mirë se keni ardhur në këtë takim brezash, këtu në zemër të Kaninës në sheshin e Teqes. Në emër të komunitetit kaninjot, ju përshëndes dhe ju falenderoj të gjithë që jeni bërë pjesë e kësaj feste. Por sot dua të përshëndes në mënyrë të veçantë emigrantët tanë, ju që jetoni larg Kaninës, por që mbani gjithmonë në zemër vendlidhjen, familjen, miqt dhe kujtimet tuaja. Prania juaj sot është dëshmia më e bukur se largësia nuk put lidhjet me vendin ku kemi lindur dhe jemi rritur. Sot nuk kemi thjesht mbledhur për një festë. Jemi mbledhur për të kujtuar të kalorën, për të takuar njëri tjetrin dhe për të përcjellë brezave të rinj dashurinë për Kaninën. Ju falenderoj të gjithë dhe uroj nga zemra gëzuar takimin e brezave. Roft Kanina dhe kanijotët kudo që ndodhen. Faleminderit. Muzika, këngët polifonike të grupit të fshatit Kaninë, këngëtarët valle dhe ritmet e këngëtarit Uli Baka i dhanë një tjetër atmosferë festës në qendër të fshatit, duke shoqëruar takimin e përvitshëm të brezave. Kanina feston. Takimi i brezave riktheu edhe këtë 15 gusht banor dhe bijtë e saj në vendlindje, në një festë që tashmë është kthyer në një traditë të përditshme dhe të rëndësishme për komunitetin. Një traditë që ruan lidhje me rrënjë dhe që vit pas viti përcjellet nga një brez tek tjetri.